Dhe u rikthyem, kjo kënga All I Want for Christmas is You, nuk e di sa po vjen sezoni, e dëgjojmë, të gjithë mendojnë kush e di çfarë këngë po dëgjon në kufje, kjo goca që ecën rrugës kështu me kaq vetë siguri, ndërkohë jam thjesht duke dëgjuar pikërisht këtë këngë. Është nuk del Mariah Carey asnjëherë. E vërtet. E shijuam shumë, po besoj më shumë do shijojmë këtë pjesën tani të emisionit. Se e tham edhe më herët, baba gjyshin e pash kishte filluar djersitej. Se po përgatitej për pyetjet e Harperit. Patjetër. Dhe ja tek e kemi edhe Harperin, 9 vjeçare, një nga gocat më të këndshme që mua më ka ndodhur të takoj ndonjëherë. Është autore e 2 librave, më tha që po shkruan të tretin. Mirë se erdhe Harper. Mirë se ju gjeta. Tani, do tregohesh e but me baba gjyshin apo do ja thuash të gjitha ashtu siç mendon? Varet. Si të sillet baba gjyshi? Është sjell mirë baba gjyshi këto vitet e shkuara? Me sa kam parë unë është sjell mirë, por ndonjëherë edhe ndryshon. Ka vend për përmirësim. Ka vend për përmirësim. I lë zakonisht ato gjurmët aty tek salloni i shtëpisë. Le vetëm të rime që kur ham biskotat. Si zgjohet mami të nesërmen me fshesën dorë? Fshin ato, pastaj gjejmë edhe dhuratat poshtë pemës. Kjo është pjesa më e bukur pastaj. Ja ku e ke baba gjyshin, mund t'i bësh pyetje të duash ti. Çfarë kurioziteti të kesh, mund ta pyesësh baba gjyshin edhe ai me sinqeritet të plot do të përgjigjet. Okay. A lodhesh ndonjëherë duke parë njerëzit? Jo, sepse objektivi i baba gjyshit janë njerëzit. Vëmendje, baba gjyshit janë sigurisht në radhë parë njerëzit, pastaj edhe natyra. Po në radhë parë njerëzit, sepse njeriu është qenia më e rëndësishme në këtë planet. Dhe do shumë kujdes, do shumë vëzhgim, do shumë gjëra. Pse mendon ti që njeriu është gjëja më e rëndësishme në këtë planet? Sepse është qenia më inteligjente nga të gjitha qeniet e tjera biologjike. Çdo qenie biologjike ka rëndësinë e vet në natyrë, luani, ujku, tigri, peshku, por duke qenë qenie inteligjente, njeriu ndikon drejt për drejt edhe në natyrë. Cili ka qenë viti që do dohet mos mbaronte? Po s'ka vite që nuk mbarojnë, gjithmonë çdo vit e ka një fillim, e ka dhe një mbarim. Kështu që nuk mund të thuash që këtë vitun do doja të mos mbaronte, sepse do mbaroj se s'bën. Po një vit që të ka pëlqyer më shumë ndoshta. Mua nuk e ngecur në një kujtim të bukur? Vitet që më kanë pëlqyer edhe mua shumë, kanë qenë kur isha edhe unë i vogël dhe prisja baba gjyshin e atëherë dhe më sillte dhurata. Mi po ne ishim të varfër, edhe nuk para na sillnin shumë dhurata, me thënë drejtën. Si na kapi trishtimi të gjithëve këtu sa jemi. Sa ashtu kemi qenë në të shkretët. Ishim të varfër, po të lumtur ama. Po ishim rehat me atë varfërinë tonë, po dhe aq të lumtur, me thënë drejtën, nuk ishim se kur na sillnin një dhuratë sikur na sillnin botën. Kurse sot fëmijët si ti janë me fat që mund të kenë disa dhurata. Është gjë shumë e mirë sepse fëmia ka nevojë për dhurata dhe nuk është thjesht çështja tek lodra. Është se babagjyshi i dhuron diçka një fëmije, që fëmia ka nevojë që t'i dhurojnë dashuri, t'i dhurojnë lodra, t'i dhurojnë mirësi. Ama ka pasur një traditë, atë themi edhe Harperit, edhe un pak e kam kapur, se dolën në kukullat kur linda unë. Po dikur fëmijëve i dhuronin një qese Harper me portokalle, arra, dhe e disa gëzoheshin ata se me zor prisnin që t'ja jepnin këtë dashurin. Si do reagoje ti po të sillnin tani, për shembull, atë qesen me portokalle me arra? Do t'ishte mirë, sepse të paktën po haja diçka, plus që mendoj që ato kanë dëshirë të mirë. Janë të mira, mi Harper, shkurt muhabeti ta themi janë të mira. Janë të mira. Po edhe ndonjë çokoladë aty brenda s'do ishte keq. Po edhe ndonjë kek s'do ishte. A mos na hapni oreksin tani. Përqendro te përsheshi. Se te përsheshi jemi pastaj. Atë do ham deri në 4 janar. Pastaj tortën. Ose kompekain, ose kadaifin, ose baklavan. Ti çfarë ëmbëlsire të pëlqen Harper më shumë? Më pëlqen më shumë baklavaja, ose kadaifi,
por ndonjëherë pëlqen edhe akullorat kur është verë. Edhe baba gjyshi mbaron me akullori, por edhe mjekrën prandaj ka të barë se i ka ngrirë nga akulloria. Baba gjyshi rriteni edhe në vendet, ju jeni edhe në vendet ftohta. Po pikërisht akullore fillon me akull. Pse beson ti që të del gripi për shembull kur je me grip del me të ftohtë prap? Po e kanë kinezët e kanë filozofi. Goshta del me goshta, thot populli jon, ata i thonë ftohta me ftohtë, nxehta me nxehtë. Po i gjen shihet që bën akullorat, që i ha. Te frutat e pyllit. Pylli ka të gjitha. Se ka një pyll të madh baba gjyshi atje në pol të veriut atje. Po nuk ngrin ato? Po ngrin se ka akull në pol të veriut. Pastaj si e përpunon baba gjyshi? Si e përpunon? Shiko tash, akullit kur i fut frutën brenda, normalisht ai dal nga dal, fillon merr elemente të frutës dhe merr shijen e frutës. Për shembull, provoj edhe ti te shtëpia. Merr një çik akull. Shtype. Futi, nuk e di çat pëlqen ty frut. Moll. Futi moll brenda dhe lëre ca kohë. Sigurisht nuk do bëhet si akulloria që bëhet në dyqane, por është një lloj akullorie, le të themi artizanale. Më e shëndetshme? Shumë e shëndetshme, se është e pastër ujë dhe frut. Baba gjyshi na doli as edhe në kuzhinë. Por duhet të ishte Harberi që t'ia zbulonte talentet baba gjyshit. Harber, çfarë pyetje tjetër do t'i bëjmë baba gjyshit? Çfarë nuk ka ndryshuar kurrë me kalimin e kohës? Nuk ka ndryshuar kurrë me kalimin e kohës e brendshme e njeriut. Ndryshon teknologjia, ndryshon ritmi i jetës, ndryshon bioklima, ndryshojnë edhe sezonet, stinët, nga pak, ndryshon mënyrat e arsimuarit, ndryshon mënyrat e bërit sport, ndryshon politika, ndryshon shumë gjëra. Por njeriu mbetet gjithmonë njeri brenda, me ndjenjat e tij më të forta, që janë dashuria, mirësia, mirëkuptimi dhe gjithë ato që baba gjyshi i quajnë instiktet e mira njerëzore. Ato nuk ndryshojnë kurrë. Ato mbeten gjithmonë, nëse se njeriu do t'i ruaj ato të pastra, se varet dhe nga vullneti i njeriu. Kur njeriu do të jetë i mirë, është i mirë. Kur njeriu do të jetë i keq, bëhet më i keq edhe se bisha. Dhe këto janë fakte. Çfarë dhurate të kanë kërkuar fëmijët më shumë? Fëmijët kanë dëshira dhe kërkesa nga më të ndryshmet, kështu që po të hapi listën baba gjyshi, në fakt tani vinë me email. Nuk mbaron. Dikush kërkon ëmbëlsira, dikush kërkon lodra, dikush kërkon patina, dikush kërkon monopatina, dikush kërkon raketa tenisi, dikush kërkon puzzle-a, lloj. Dëshira. Ka fëmijë që kërkojnë dashuri. Baba gjysh, po dhuratën time, atë emailin time ke parë? Për shesh ishte, e pa. Lek. Po lënë më nëse... Lek se euroja ka rënë. Po lënë më për sheshin njerë, lekët fillojnë mas janarit pastaj. Unë po them atë not për shesh. Dhe dëshirat e fëmijëve janë shumë të bukura, sepse në çdo dëshirë fëmije ka shumë sinqeritet brenda, se fëmia nga vetë natyra është shumë i sinqert dhe shumë i drejtë për drejtë, siç je edhe ti si shpirt i vogël. Faleminderit. Faleminderit, ti është gjithmonë kënaqësi. Ka një buzë qeshje, Moris. Ore të merr më qafë, të merr më qafë. Ti e shef, unë nuk po flas se nuk dua që të ndërhyj në këtë bashkëbisedim kaq të bukur. Është fati ynë i madh që sot në këtë ditë fundit të vitit të jemi spektator të emisionit ton, kështu që na ka ardhur koha të çlodhemi çiko buri dhe. Po ishte e bukur kjo spektator të emisionit ton. Kështu që po vazhdojmë. Në kapërcyllin e viteve. Një herë duhet ta ndryshoni dhe ju trini si spektator aty marrë kamerë, o sa bukur e tha. Po është edhe vetë cikli. Unë jam baba gjyshi i vitit të ri, por i vitit të ri. Pra mbyllet viti i vjetër dhe vjen viti i ri. Prandaj gjithmonë ky bashkëbisedimi mes viteve që ne kemi dëgjuar shpesh, kemi dëgjuar shpesh si emërtim poetik. Në të vërtetë është i vërtet. Shumë e vërtet. Apo ja kam gabim? Shumë e vërtet. Dhe gjithmonë marrëdhëniet më të bukura, përveç marrëdhënies së dashurisë, është marrëdhënia e gjyshërve me niprit. Është shumë e bukur. Sepse është njësoj si viti i ri me viti i vjetër me vitin e ri. Po Harper, ç'a pyeti? E do të shumë gjyshin dhe gjyshin për shembull?
Po, unë I dua shumë dhe jam edhe rritur me ato, sepse para dite, kur isha e vogël unë rria me ato, për tani rri më pak, sepse kam edhe detyra, për shkoj ta vizitoj. Po prapi ke afër shumë. E di si thonë gjyshrit dhe gjyshet për niprit dhe për mbesat? Janë mjalti I mjaltit. Me vërtet. Aq të ëmbël janë. Është metaforike, e besoj e kupton. Është figurative gjëja, ose ta themi kulinare. Por është shumë e bukur, është mjalti I mjaltit, nipi dhe mbes, sepse njeriu, sikurse dhe babagjyshi, lind, vjen në jetë dhe I largohet nga jeta, por gjithmonë duke lënë pasuesit, që janë fëmijët, niprit, mbesat. Dhe ne në shqip I themi trashëgimi. Ajo është trashëgimia e vërtet, trashëgimia njerëzore. Çfarë të bën ende të buzëqeshës? O, fëmijët, edhe kafshët. Edhe Harperi ka një mace. Edhe babagjyshi ka një qenë, përveç drerëve. Përveç Rudolfit. Drerët I ka me 4 kohë, gjithë. Edhe unë kam me një. Me 4 aktive. A ke ndonjë drerë të preferuar? Po, nuk është se drerët kanë preferencë. I ka si gishtat e dorës, o Harper. Ashtu. Si fëmijë. Ja dhe ti po të përshëmu ta e zëm se do kishe 2 mace, do kishe njërën të preferuara, besoj dhe I doje të dyja njësoj. Besoj. Po, por nësë të që tani doje më shumë. Sepse është më vjetër. Se I mësuar me të prandaj. Shiko, Harperi na tha një mesazh shumë bukur me këtë që sa po tha se është më e vjetër. Që mbase ka ardhur koha ti respektojmë pak më shumë të moshuarit. Edhe ti të rikthejmë vëmendjen. Dhe aq më tepër në këtë ditë të vitit që ne tham që në fillim dhe në hapje të emisionit që duhet shërbej si reflektim. Patjetër, unë jam shumë dakord dhe është shumë e vërtet kjo që the, sepse për të vjetrit çdo vit që kalon është numërim mbrapsht. Dhe vjen afrohet koha kur të vjetrit duhet largohen nga jeta sepse është cikli biologjik I tillë. Dhe njësoj si fëmijës edhe të vjetrëve u duhet dhënë shumë dashuri, shumë ngrohtësi, shumë përkujdesje dhe shumë vëmendje. Sepse një ditë kur s'do e kesh më, të mos e fusim emisionin nota treshtimi, do ta kërkosh dhe nuk e për ta gjetur më. Shumë dashuri për gjithë gjyshrit dhe gjyshet në këtë ditë. Për qafime pafund. 31 dhjetori. Si u bëre babagjyshti? Më ra rruga. Më ra rruga nga Norvegjia. Shika, çdo njeri në një lloj mënyre, jo në kuptimin konkret të fjalës, është një lloj babagjyshi. Me kalimin e viteve, ai fiton përvojë, ai fiton jetë të jetuar, nga e cila mëson, nga e cila ndreq gabimet e veta. Pra, në një lloj mënyre prandaj bëhet baba gjysh, pra dhe baba edhe gjysh. Sepse ndërton një rrugtim në jetë, I cili vërtet I afrohet pak a shumë largimit nga jeta, por mëson shumë. Dhe kemi një shprehje të bukur, që thuhet shumë e bukur është, në thelb, është të vjetrit, vetëm ta ngërllëkun më sa dëgjo. Që do me thënë, s'është tamam ashtu. Që do me thënë, këshillën dëgjoja. Pse? Sepse është mençuruar me kalimin e viteve, ka mësuar më shumë, di më shumë, këshillën dëgjoja. Çfarë këshillë do jepni ju fëmijëve? Që të rriten të shëndetshëm, të shkollohen mirë, të mos jetojnë me vese, edhe të bëhen qytetar të denjë, që të dinë të ndajnë të mirën nga e keqja, të drejtën nga e gabuara, që ta ndërtojnë jetën e tyre hap pas hapi me nder, me dinjitet dhe të sigurt. Ndjej që Harperi për një vit na merr vendin e punës. Po, mua ja marr konkurrenca, aty direkt frika nga konkurrenca. Domethënë unë sipas se unë vitin e ri duhet ta ndjej konkurrencë. I çik po? Po. Mua më nxori do mori vend në punë. Jo, mua praktikisht më nxori jashtë loje që sot, jo për një vit, po unë e kam po shijoj pafund. Të hedh Harberi të hedh tuç me një buzëqeshje. Po patjetër. Ç'është fëmia, pyetja e fëmijës është më sinqerta. Absolutisht. Që Harberi është i çikëritur. Vërtet kur i ke në fazën e pseve pafund që babagjysh pyetja e fëmijës vën vështirësi, më shumë se çdo pyetje tjetër. Po shumë e sinqert dhe duke qenë sinqert është të vënë vështirësi sepse ti s'e ke menduar kurrë. Ku e gjeti këtë pyetje më?
Plus ishte ai cikli I fëmijës kur pset janë pafund, që të thotë dhe pse është pse. Ma ka bërë mbirë. Pse është pse? O ba, pse kjo? Për këtë arsye. Po kjo pse kështu? Po për këtë arsye. Po kjo pse kështu? Pastaj një moment e mendoi vetë dhe tha, o ba, po pseja, pse është pse? Pse I thoshe. Tani do kalojmë te pyetja e radhës. Çfarë është më e vështirë, të rritesh apo të jesh fëmijë? Është çike vështirë të rritesh. Sepse të rritesh është edhe e bukur, se mos u frikso. Jo, është edhe e bukur, po është e vështirë. Pse se bota e fëmijës është aq e bukur, saqë ne kur rritemi duam të kthehemi prapë për fëmijë. Të treta konfirmojmë. Ne tani, në jetët tona, në këto mosha që jemi, ka shpesh herë momente që thënë, atë isha dhe njerë fëmijë. Është e vërtet? E vërtet është. Ska njeri I rritur që nuk thot në jetë, her pas here, as sikur të isha dhe njerë fëmijë. Po si ndodh për shembull që dilni nga bota e fëmijës? Del me të bërit e kilometrave. Do me thënë, duke u rritur, avash njeriu kalon në përfazat ndryshme të rritjes. Jo vetëm të trupit fizikut, por edhe të personalitetit, edhe të karakterit, edhe të menduarit. Dhe ajo fillon dal nga dal, e largon nga bota e fëmijëve. Por ki parasysh një gjë. Gjithmonë në shpirtin e njeriut, do ta provosh vetë kur të rritet, mbetet diçka për I fëmijë. Sa do I pjekur dhe I rritur tjetë. Sepse fëmijëria është faza më e bukur e njeriut. Të gjitha fazat e jetës njeriut janë të bukura. Por fazat e mëtejshme të rritura kanë dhe vështirësi e tjere. Kurse faza e fëmijës është sinqeriteti, është pastërtia, që e bën të mrekullueshme dhe të parueshme. Ja. Sidomos se ne po flasim për fëmijë me fat si ti që kanë një familje të mirë, po shumë e trisht për ata fëmijë të cilët nuk I kanë mundësitë e tua. Kanë në botë plot. Fëmijë që janë mes të luftrave, fëmijë të cilët dhunohen, nuk dua ta prish këtë mbrëmje të bukur të ndrimit viteve me këto, por mendimet tona duhet të shkojnë dhe tek ata. Patjetër. Duhet të shkojnë dhe tek ata fëmijë të cilët nuk mund, jo për fajt tyre të kenë një fëmijëri normale. Janë të bekuar ata që e kanë një fëmijëri normale. Harper, ta bëj unë një pyetje, se po shija këtë bashkëbisedimin tënd me baba gjyshin, edhe më erdhi natyrshëm të pyes si do ta përshkruaje ti në libër personazhin e baba gjyshit. Do ta përshkruaja si një njeri të veshur me kostum të kuq që vjen për të ndriçuar jetët e fëmijëve. Sidomos të fëmijëve. Ai vjen natën dhe I hedh dhuratat zakonisht nga Oxhaku. Dhe ai fluturon me drerët e tij me një karrocë. Dhe ka një thes me dhurata për gjithë fëmijët e botës. Ka një listë me emrat e fëmijëve. Edhe me dëshirat e tyre. Po. Dhe në listën e tij janë vetëm fëmijët që janë sjell mirë. Kështu e di. Mirë zemre. Ta bën golin kurse pret domethënë. Harper, ti shkruan apo jo? Po. Shumë gjë e bukur të shkruash. Librat e shenjtë, të cilët ti kur të rritesh edhe pak do I lexosh, janë shumë të bukur, thonë një gjë. E para është fjala. Sepse nëpërmjet fjalës ne njerëzit jemi qenie të zhvilluara dhe inteligjente, shprehim mendimet, ndjenjat e tjerë. Pra kemi mundësi t'ia shprehim ato tjetrit. Dhe kur e bën me të shkruar, është akoma më e bukur. Dhe baba gjyshi do të tregoj një histori që është mit, është legjendë si ka lindur shkrimi. Kadmi, një pris shumë I lashtë. Thot legjenda, thot miti, nguli një dhëm dragoj në tokë dhe aty lindi shkrimi të shkruarit. Sigurisht kjo është metaforike.